Ju përshëndes dhe uroj mirëmbrëmje të gjithëve nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë të hënë mbrëmje si gjithmonë në sport në fushën e Blu Televizion. Do të jemi së bashku për të folur sot për kategorinë e parë, natyrisht për fitoren e flamurtarit ndaj Kastriotit. Do të preki padyshim edhe ekipin e Orikut që është duke bërë një sëri mjaft mirë në kategorinë e dytë, me këtë të prezantoj të ftuarit sot, ku kam kënaqësinë të kem me sushorin e flamurtarit Alessandro Ahmetaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Zvëndsajnë në ekipit të Orikumit, Reni Mukën. Faleminderit, mirëmbrëma. S'ka problem, mirëmbrëma. Dhe kënaqësi që të kem në Skype drejt nga Tirana, gazetarin e njohur sportiv të Supersportit natyrisht, kryedaktorit një dhe një kohë të Sport Expressit, zotin Blerim Jaj. Mirëmbrëma Jaj. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jese bashku me ne në studio. Dhe faleminderit që pranove ftesën, po e them. Me te. Unë bëj nisë me Alessandron, një fitore e vështirë, por nëse mund të themi në fund vlejnë ato 3 pikët pavarësisht ndeshjes së dieshme aq të lodhshme. Si rrjedhoi ndeshja që në 3 pikë shumë të rëndësishëm. Edhe në ana e lojës që u bë, dhe pjesën e parë dhe pjesën e dytë, ai goli në momentet e fundit përsi erdhi ndeshja që një shpërthim i madh. Reni, normalisht ke qenë edhe zënës trajneri flamurtarit, po padyshim pavarësisht se Orikumi sot në influencer gjithë dhe kur e shkojmë fitoren e flamurtarit gjithë në bet shefi. Po, normale. Flamurtari është ekipi që ne duam të eci gjithmonë sa më lartë, sidomos ne që kemi qenë dhe pjesë e ekipit të flamurtarit, e stafi që kemi kontribuar me aq mundësi sa kemi pasur ne, por kërkojmë që ekipi flamurtarit dëshirojmë që të jetë gjithmonë në Super League. Nuk na pëlqen vendi që ka flamurtari në kategoritë të parë. Padyshim atë duam gjithë. Blerim. Po, fati mirë ishte që ti ishe së bashku me mua dje në stadium, e kemi përjetuar bashkë atë ndeshje, duke parë dhe syrin e një gazetari sportiv. Si të zhdukur ta keni djeshë flamurtari Kastriotit? Unë nuk është se kam ndjekur shumë në stadium. Isha era 2 apo 3 sezon, e kam ndjekur shpesh nga televizori, ndeshjet e flamurtarit. Dje në fakt ishte një ndeshje normale, që ke çuditshme. Ka dy tablo, ka si thuash, 2 prizma që mund të analizohen. Të analizohet pjesa sportive e ndeshjes dhe pjesa jo sportive. Kishte shumë gjëra aty që kanë, si thuash, nevojë të analizohen, pritet gjatë. Si tifoz, si vlonjat, normalisht unë prisa fitore dhe realisht prisja më të lehtë, për të thënë drejtën. E prisa më të thjeshtë sepse i njoh mirë dhe Kastriotin, e kam ndjekur disa herë dhe Kastriotin live në stadium. Dhe për cilësinë që ka flamurtari, duhet ishte një fitore më thjesht, më bindse. Po merre me pjesën sportive në këtë moment. Pjesën e fushës. Okej, pësohet një gol i pafat në fillim ndeshjes, plani nuk rezultoi, nuk funksionoi fare plani fitim plan që kishin bërë Agostinelli me lojtarët. Por pjesa tjetër eci shumë keq, pjesa e lojës, do të them. Shumë pak raste, pak në 60 minuta lojë, shumë pak raste të krijuara, një lojë sporadike, sulme. Kishte shumë tension, e shikoj që te flamurtari ka shumë tension. Nuk e di çfarë ndodh, nuk është se jam brendësi, unë jam Tiranë, nuk është se jam i përditshëm aty. Do të shpejt krijoj edhe anën psikologjike ndoshta? Sandro. Patjetër. Por mundet jetë edhe ajo një faktor. Por besoj që flamurtari në ndeshjen edhe vimin e ndeshjes e ka gjithmonë zgjedhjen për ta kthyer ta rimarr fitoren ose fitoj ndeshjet. Ashtu siç do të thotë. Ka elementet. Blerim, po. Po, shiko, realisht me cilësinë që ka, flamurtari nuk ka pse të bjerë në presion të tillë. E shikoja tensionin shumë edhe në tribunë të tifozët, e shikoja edhe në fushë të lojtarët që gjërat që janë mësuar t'i bëjnë nuk i bënin dot si zakonisht. Dhe unë këtu mund të futem te pjesa jashtë fushë, pjesa jashtë
jashtë ndeshjes. E shikoj që edhe pse janë 7 pikë nga Besa, e shikoj që disa gjëra nuk shkojnë me kampionatin për në tërësi. E shikoj që disa kundërshtar luajnë ndryshe me ekipet të tjera, ndryshe luajnë flamurtarin. Duke u ndalur te Kastrioti, para një jave Kastrioti praktikisht nuk luajti futboll kundër Besës. Ishte një ndeshje tjetër ndeshje nga kjo që luajti në Vlorë. Pastaj vura re diçka që unë kisha harruar si fenomen. Kisha nuk e di, ndoshta 20 vjet pa e parë. Mund të ketë pasur të paktën 30-40 minuta që nuk u luajt futboll dje në Vlorë. Domethënë dhe këtu e kam dhe pjesa e gjykimit. Arbitri i ndeshjes nuk mund ta lejonte ndeshjen të kanadisej në atë nuk e di cirk, sepse keni parë të paktën rreth 40 momente ku lojtarët e Kastriotit shtriheshin fush dhe mundoheshin të humbisin 30-40 sekonda, 1 minutë dhe arbitri për atë punë është, nëse e shikon çfarë ndodh, edhe kartonet për atë punë janë dhe më merr dhe për të qeshur një moment në fundin e takimit, ka marrë të verë dhe në zgabohem ka zbufi për një rivënie ansore, ndërkohë që vonuar, nuk e di, 5 sekonda ndeshja. Edhe në krahun tjetër pati nëse do bëjmë 1 ose 2 kartona për Kastriotin për puneset e lojës dhe të tjerat ishin për faullet ndeshjes. Nëse do të vijë kilometri ndeshjes, mund të jetë luajtur rreth 30-35 minuta futboll në atë ndeshje. Pastaj e thash dhe më herët, kam kritikat e mia për ndeshjen që pash nga ne flamurtarit. Duhet ta kishin zgjidhur shumë ndryshe. Ndoshta një gol i shpejt i flamurtarit kishte mbaruar, e kishte mbyllur ndeshjen shumë shpejt. Edhe fusha mbri përshtypjen nuk ishte nivelin që duhet të jetë për një ekip si flamurtari. Për fat erdhi ja fitore, por me thënë drejtën, me atë lojë që pash, por koincidencë kam qenë ndeshje me Lushin në Vlorë. Me që ma përmend edhe një çik faktin ja shkushet e një gazetar shumë i vjetër, je një gazetar që njeh shumë mirë futbollin. Çfarë ndodh në tilla raste nëse përmendim gjërat jashtë fushë? Një ndeshje e cila praktikisht nuk u luajt fare, nëse mund të themi ashtu siç e përmendet ti javën e kaluar, ndërkohë që ndodh krejt ndryshe një javë më vonë. Çfarë duhet ndryshoj? Kush duhet ndërhyj? Çfarë duhet bërë? Sepse këtu mund ta shohim javë për javë dhe vazhdojmë me të njëjtin linjë pastaj. Këto janë fenomene që në Shqipëri e mësuar, domethënë aleancat, të luajturit me një rival ndryshe, me një rival ndryshe, janë gjëra të vjetra që nuk është se i zgjidhim dot duke bërë muhabet, domethënë kështu në një emision. Jo, dakor. Përderisa nuk reagon askush, nuk reagon për shembull federata, as komisionet, gara vazhdon. Thjesht si i thon, ndoshta dhe te flamurtari duhet bën pak, nuk e di, pak cinik, të bën pak më dhelpra, si i thon, sepse në fundit e dëgjoj shpesh dhe zotin Idrizi, presidentin, që thotë që ne luajmë pa aleat, ne luajmë drejt e tjera. Nuk është Shqipëria vendi i të luajturit drejt dhe pa aleanca dhe pa miq. Nuk e di, shumë vështirë. Këtë vit e kam ndjekur shpesh katërin e parë dhe nëse mund të veçoj 2-3 klube që kanë luajtur ndershëm pa aleanca janë vetëm Flamurtari, Burreli dhe Apollonia në syrin tim, që kanë qenë totalisht kështu luftë e hapur me të gjithë. Pastaj të tjerët, kush më shumë, kush më pak, domethënë, po, e kam ndjekur Apollonin me vëmendje, edhe Burrelin e kam ndjekur me vëmendje. Në fazën e ndërpres, përpara se të lidheshim bashkë po diskutonim, unë ndoshta, mendimin personal, mund të fusja ndoshta një çik edhe Pogradecin. Ndoshta. Po, edhe Pogradeci është e vërtet, e harrova si emër. Janë klube që kanë, si të thuash, edhe organizim, kanë edhe ambicie dhe kanë edhe forcën për të luajtur në fushë. Pastaj ka dhe klube tjera që nuk e di, bëjnë ca gjëra që si ajo që pash dje për shembull, ajo që ndeshja që pash dje ishte vërtet irrituese në syrin e një shikuesi. Ishte shumë irrituese sepse kishte një ekip që dëshironte të luajë futboll dhe një ekip tjetër që thjesht nuk e di, mundohej si ta shtynte, ta zvariste ndeshjen deri në fundit për të marrë paktën një barazim. Dhe ishte tragjikomike skena në fund pas golit të dytë të Flamurtarit, që lojtarët e Flamurtarit u shtrin të gjithë fushë, pastaj si të thuash, erdhi kthye në reston. Ajo shuri zbufit, domethënë U kthye karma thotë Sandro. 5 minuta.
Dhe realisht të drejtën tje mund të ishin dhënë dhe të paktën, nuk e di, 15 minuta shtesë. Jo 8 sa u dhanë në fundin e ndeshjes. Me dhënë, ishte një ndeshje normale, në çdo drejtim. Nuk e di, nuk kisha parë ndeshje të tillë prej shumë vitesh në Shqipëri. Nuk e di, mbeta shumë i habitur. Duhet të vije të ta shikoje. Duhet vije vlogë të nga një shikoje. grad për fat të erdha, sepse në televizorin nuk gjikohet drejt. Nga e ka parë ndeshjen dhe në YouTube në pjesë saktuara ndeshjes, dje dark, edhe sot, dhe ndeshja nga televizori nuk kuptohet realisht çfarë po ndodh. Edhe atmosfera, edhe tensioni që ishte në tribunë, tensioni me kundërshtarin, edhe me njëri tjetrin, pash edhe tension mes lojnjatëve vetë, domethënë duket që aty janë shumë të ngarkuar, domethënë ai 7 pikëshi me Besën. Jemi duke pritur me padurim gjithjen Super League, Blerik. Vetëm atë fjalë kemi. Gjithja Super League. Po. Shikoj, gjithjen Super League, kështu si kanë ardhur punët, domethënë duhet luajtur në fushë, duhet luajtur kudo, duhet luajtur dhe jashtë fushës, duhet luajtur dhe te lokalet para stadiumit, në telefona. Shumë siklet kjo puna në gjithë Super League dhe qëndrimi aty. Fati keq që në Vlorë nuk e duan gjithë tillë. Duan drejt. Po, shiko, e një krah, të jesh me kokën lartë, të jesh i qetë që nuk i ke borxhe askujt është gjë e mirë, sepse ka dhe klube në kudo, edhe në Superlior, edhe në kategoritë parë që çdo vit thonë për shembull, këtë vit i kemi borxh dikujt se na e ka bërë deri në vitin e kaluar. T'ja kthejmë vitin tjetër. Po, t'ja kthejmë. Paktën Flamurtari nuk është në këtë grupin e këtyre ekipeve. Por unë them drejtën i shoh me frikë ndeshjet e mbetura të sezonit, sidomos të Burrell, që është një kundërshtar shumë cilësor. Nuk e shoh nga frika e këtyre prapaskenave, e shoh nga cilësia e kundërshtarit. Në Burrell do ndeshje shumë e vështirë sepse edhe fusha është shumë e keqe. Kam qenë në Burrell para rreth një muaji. Është terren i keq. Terreni është skandaloz, domethënë shumë i keq dhe ekipi i Burrellit është shumë i fortë. Jashtëzakonisht i fortë, domethënë në aspekt sportiv, jo se do luaj për një kundërshtar të Flamurtarit. Nuk e di pastaj në lushnjën do luhet në plug, po jam kurioz ta shikoj Flamurtarin në fushën e parë. Do luhet në plug sepse nuk ka stadium. Fusha e stadiumit të Lushnjës. Ka parasysh që ndeshjen e kaluar Flamurtari, që fitoi fazën e dytë atje 0-3, e luajti në Lushnjë. Ndërkohë që atëherë u braktis stadiumi. Jo, e di për çfarë po të them Blerim edhe Aleksandër. 2 javë më para u fol sikur do lozë. Lushnja luajti në plug. Edhe me Flamurtarin luaj që do luante në plug. U fol që u luajt në stadiumin e Lushnjës dhe me një mas Flamurtarit nuk luhet më në stadiumin e Lushnjës. Pra, po vemi tek ajo që tham pak më parë po diskutonin bashkë edhe ajo që thua ti, që këtu luhet ndoshta edhe te terreni. Jo, shikon, nuk duhet paraqykuar në këtë pjesë, mendoj, sepse nëse fusha e stadiumit të Lushnjës është shkatruar, nuk ka ndonjë lidhje të madhe. Pastaj në plug është si është, fushë me bar artificial nuk besoj se e pengon shumë. Domethënë kur vjen puna më mirë luhet në fushë me bar sintetik të saktë se sa një fushë me bar të shkatruar. Lidhje në fushë sintetike e bën Flamurtari. Pikërisht. Fushë të mirë kërkon për të luajtur futboll. Isha në ndeshjen Po, falni. Jo, isha në ndeshjen Lushnja Burrelli para rreth një jave. Dhe për te të gjithave u luaj ndeshje shumë normale, shumë e bukur dhe fort. Domethënë fitoi Burrelli me shumë merit 3-1, në zgaboj. 3-1, po. Por që ekipi cilësor e tregon veten më mirë në një fushë me bar artificial se sa në një fushë të shkatruar, pa bar, me gunga. Domethënë, kështu që nuk kam ndonjë problem. Është ekip që do të luajë topin, është ekip që në fusha jo të mira as vështirësi të mëdha, Flamurtari është ekip që do të ketë më shumë topi në zotrim dhe këto fusha e favorizojnë fushat sintetike. Njëkohësisht Flamurtari në fushën sintetike bën dhe stërvitjen te Pylli Sodës, që është një fushë mrekullueshme që i është bërë ristash ekipit e Akademisë së Flamurtarit dhe ekipi pari Flamurtarit stërvitet aty dhe unë dëshiroj që ekipi Flamurtarit të luajë në një fushë të tillë, jo në fushën e stadiumit që nuk i favorizon fare, i penalizon. Do t'i lutem në gjithë vetëm një moment të më fusë kronikën e ndeshjes Flamurtari Kastrioti, sepse dua të dëgjoj edhe dy
deklaratat e dy trajnerëve, qoftë të Flamurtarit, qoftë Kastriotit dhe rikthehemi. Flamurtari fiton 2-1 përballë Kastriotit në Vlorë në një ndeshje ku gjithçka është zgjidhur vetëm në minutat e fundit të saj, fa një goli të shënuar pikërisht në minutat e fundit nga mesfushori Pieshka. 3 pikë shumë të rëndësishme në një ndeshje edhe të tensionuar, ndërsa tashmë vlonjatët i afrojnë edhe me 2 pikë vendit të parë, por duke mbajtur distancën me vendin e tretë dhe duke vijuar rrugën drejt Superligës. Ka qenë një ndeshje mjaft e vështirë, ajo e luajtur të dielën në Vlorë mes Flamurtarit dhe Kastriotit, ndërsa takimi nuk ka nisur mirë për ekipin vlonjat, teksa janë gjetur në disavantazh të një goli që në minutën e tretë të saj. Ka qenë pikërisht Hoxha për Kastriotin që ka kaluar në avantazh të miqt, ndërsa me rezultatin 0-1 është mbyllur edhe pjesa e parë. Pjesa e dytë ka qenë totalisht e dominuar nga ekipi Flamurtarit, ashtu si dhe 45 minutat e para, por ndërkohë nga ana tjetër ekipi mik ka bërë ç'është mundur për të dalë me të paktën 1 pikë nga stadiumi i qytetit të Vlorës. Në minutën e 69 është Shkurtaj, i cili do të realizojë edhe golin e barazimit, ndërkohë që rastet për ekipin e Flamurtarit kanë qenë të shumta në këtë takim. Megjithatë, goli i fitores për ekipin vlonjat do të vinte vetëm në minutën e 95, që është realizuar nga mesfushori Pieshka, duke i dhënë fitoren Flamurtarit në shifrat 2-1. Një ndeshje mjaft e luftuar për Flamurtarin, që ka djesitur shumë për të arritur te 3 pikët, por gjithsesi është një fitore me shumë vlera pasi e ngjit ekipin vlonjat në kuotën e 65 pikëve. Me këtë fitore ekipi Flamurtarit i afrohet Vorrës së vendit të parë me 2 pikë diferencë, ndërsa ruan në 7 pikë diferencën me vendin e tretë që mbahet nga ekipi i Besës. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Andrea Gostinelli ka vlerësuar shpirtin e lojtarëve të tij, duke theksuar se ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme dhe që fitoria vlen shumë. Una vittoria difficile, abbiamo preso i 3 punti in fondo, è importante che abbiamo preso i punti. Sì, guarda, io voglio ringraziare oggi i ragazzi proprio personalmente perché hanno dimostrato di essere un gruppo straordinario dir poco. Dua në radhë të parë të falenderoj çunat sepse kanë treguar një karakter, të them të mrekullueshëm është pak. Ata janë kryesorët që duhet të falenderoj. E voglio ringraziare anche il pubblico perché alla fine l'ho visto insieme a noi gioire per questa partita di grande sacrificio. Dua të falenderoj dhe publikun, tifozat që në fund po entuziazmuan bashkë me ne dhe na mbështetën shumë. Perché come noi lo sappiamo, ma lo sanno ancora meglio loro, che questo è un campionato dove ci sono le altre squadre tutte contro il Flamurtari. Çunat e dim, po e din të gjithë që janë ka ekipe që janë pothuajse të gjitha kundra Flamurtarit. Noi non abbiamo mai avuto una partita che la squadra avversaria abbia giocato in modo lento, ma abbia sempre fatto la guerra e la partita della vita. Ne s'kemi pasur kur një ndeshje që ekipi kundërshtar të lofte pak lehtë, gjithmonë kemi bërë luftë dhe luftën botërore. E per questo che sono ancora più orgoglioso dei ragazzi. Dhe për këtë jam akoma më krenar për çunat. Janë edhe disa javë deri në fund si e shikon luftën, Vorra ka barazuar sot. Sono ancora 6 settimane fino al fondo, il nostro Vorra ha pareggiato oggi. Sì, ma voi pensate che siano amichevoli ogni volta che andiamo a giocare? Oramai noi lo sappiamo che fino all'ultimo per noi, a noi ci faranno la guerra, tra virgolette. Ju mendoni se do ta kemi të lehtë deri në fund do ta bëjnë luftën ma noi riusciremo a fare quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato qua. Ne do t'ja dalim atë çka kam thënë ditën e parë ku kam ardhur. Nga ana tjetër, trajneri i Kastriotit, Hima, ka theksuar se kjo ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për Kastriotin, por në fund bën diferencën kualitetet e Flamurtarit që merituan fitoren. Një takim i humbur në fund, një ndeshje nëse mund të themi më shumë se e luftuar. Po, si qatë edhe ju, kur goli i humbjes vjen minutat e fundit, sigur djeg më shumë, por i kishim përballë një Flamurtar të fortë, normalisht, të mirë investuar, dhe si mbetet asgjë tjetër veç që ta uroj për fitoren dhe të uroj sa më shpejt ta shohim Superligë. Ka ndryshuar gjë nga Kastrioti, sepse sot kemi parë një Kastriot që mund të luftonte edhe për vendet e para. Kemi është kam një muaj në Kruj, e munduar të punojmë fort, kemi bërë ndeshje të mira, por edhe fatin se kemi pas veti, por tani gara është e rrezikshme, e fort, edhe nga poshtë, duke parë edhe ekipet kundërshtar, ekipet që kemi afër në futur. Që pikërisht për këtë arsye luftuam, nuk arritëm. Prisni Vorrën javës tjetër, do të shikojmë të njëjtin Kastriot si sot në Vlorë? Normalisht që po. Kemi
jemi neshe fort dhe është një finale për ne. Ndeshjen e radhës, ekipi i Flamurtarit në kampionat do ta luajë fundjavën e ardhshme, ku do të udhtojë drejt Lushnjës në një ndeshje tjetër të rëndësishme me qëllimin për të marrë 3 pikët. Alessandro, të paktën mbas ndeshjes trajneri Agosinelli e tha që nuk kemi gjetur ndoshta një ndeshje që të jetë e lehtë në thonjza. Ai quajti në një farë mënyrë të që çdo ndeshje duke sigurisht një luftë botërore ndaj nesh. Ashtu është në fakt, me qa po shohim edhe qa po ndodh. Por unë besoj do t'i thosh edhe tifozëve dhe u dhënë gjithë ambientin që kemi arrit në një moment që futbolli i bukur ne duhet të përshtatemi në situata si vinë ndeshjet. S'është e thënë të luajmë bukur, por rëndësi kanë 3 pikët tani e ta rikthejmë Flamurtarin në Superligë sa më shpejt. Pastaj është muhabet tjetër që mund të bëhet në vijim futbolli i bukur. Okej, është e bukur të fitosh me futboll të bukur, por e rëndësishme është të marrësh 3 pikshin me futboll të bukur e jo të bukur. Të përshtatesh me kategorinë, me kampionatin, se me qa shoh edhe fushat nuk ta lejojnë. Do ishte gjë e bukur, si thamë që parë që ndeshja në plug, aty do shikojmë më shumë cilësitë e Flamurtarit edhe. Unë them se do shikojmë një futboll të bukur në ndeshjen me Nuk kam qenë, po kam parë ndeshjen me Lushnjën do jetë Flamurtari, atje që doli 3-2. 3-2, po. Kam parë një futboll mjaft të bukur. Është një nga ndeshjet më të bukura pavarësisht humbjes. Po. Kanë deklaruar nga gjithë kjo. Derim, për mos të mbajtur shumë sepse ndoshta ka edhe impenjime të tjera në Tiranë, do të mbaj dhe pak në fakt, po. Nuk e di, dëgjova 2 deklarata të trajnerëve. Ajo që tha Agosinelli është që duhet të vlerësoj gjithë atë shpirt që dhanë lojtarët në fushë. Faktin, nënvizoj faktin që çdo ndeshje e Flamurtarit është sikur kemi përpara një luftë, në thonjza ndoshta edhe një luftë botërore. Nga ana tjetër, trajneri Kastriotit deklaroi që ishte nevoja për pikë dhe ndaj Kastrioti luajti aty dhe ndeshjen e radhës do ta luajë ka me Vorën më tepër se i finale tha. Ti përmblodha në pak fjalë. Për ta nis nga Kastrioti, nuk e di si do sillet me Vorën realisht. Por në këtë moment është dhe Kastrioti vetë në fjetë perit. I duhet patjetër, domethënë edhe vetë Kastrioti. Po janë punë të tyre, nuk në luajnë si duan. Po pra nuk të intereson me ata kaluan si ndeshur më këtë vit. As ndoshta as vitin tjetër. Uroj mos shihemi më, me thënë drejtën. Po, uroj mos shihemi më, jemi në një mendje dy bashkë. Por nga krau tjetër nuk më pëlqen kjo, si thua, taktika që po përdor Agostinelli, që e konsideron sikur të gjithë e bëjnë luftë vetëm me Flamurtarin. Realisht luftë ka përshtypjen edhe ekipet të tjera me njëri tjetrin. Luftë le ta kenë, më thënë, nuk është problem në qoftë se një klub, Besa apo Vora, stimulon kundërshtarët e Flamurtarit apo të Besës apo të Vorës, duke i paguar qoftë edhe rrogat e pravëmbetura. Ajo që më shqetëson mua është që nuk duhet kthehet në alibi kjo pjesa, që ne na luftojnë, na luajnë fort, na mbyllen brapa e tjera. Nuk duhet në alibi sepse realisht pretendoj dhe besoj të gjitha në stadium pretendojnë diçka më shumë. Alessandro tha lojë të bukur. Lojë të bukur nuk duam, nëse nuk jemi mësuar në Shqipëri nuk luhet futbolli i bukur. Ndoshta e Gnatia në një ditë mirë, e Gnatia ku e qenë Ametaj, luan futboll shumë të bukur, por ekipet e tjera nuk luajnë futboll të bukur. As në superiore, jo më në kategorinë e parë. Por ajo që pretendohet nga Flamurtari është që ndeshje me rival të tillë në Vlorë, me rival të si Kastrioti, që është dukshëm inferior, shumë inferior. Presupozohet që ti zgjidh më thjesht, pavarësisht vendosmërisë kundërshtarit apo gjithë taktikave, vonesave të lojës, paullave të tjera. Presupozohet të zgjidhim më lehtë, sepse e zgjidhën dje minutën 96 pak a shumë, por në qoftë se rrëshqet diku tjetër, pas 2 javësh, 1 javë, në qoftë se rrëshqet ndoshta dhe Mburel, apo ndoshta edhe Pogradeci në Vlorë, ato 2 ndeshjet, 2 nga 3 ndeshjet e fundit, me Besën në Vlorë dhe me Vorën në transfert, pastaj do jenë skëter, që më mirë mos i shikojmë fare. Dhe më tepër se luftë. Pikërisht, janë më tepër se luftë, kështu që
Mendoj që Agustineri duhet bënte diçka më shumë edhe dje ndoshta. Jam vetëdijshëm që mungesa e Batës është shumë e rëndësishme për shembull, ose e Meme që është me problem fizike, s'ka qenë mirë. Janë lojtarë shumë të rëndësishëm që ndihet, ose Telushi, po të ishte Telushi në formë të plot fizike, është lojtar që mjafton edhe gritja e tij për ta. S'ka më edhe mosha nuk ja lejon të Nuk është çështje moshe, aty çështje eksperience, ka lojtar edhe me moshë shumë të madhe që janë shumë të aftë për të organizuar ekipin dhe për ta shtyrë përpara. Dje Flamurtari duke që kishte disa mangësi dhe kam përshtypjen po të ishin disa lojtar Batha i pari, them do ishte ndryshe. Gjithsesi, është puna e Agustineri, nuk është se do japim mend trajnerit. Uroj që në aspektin e lojës bëhet diçka më shumë. Jo të merremi përsëri me pjesën të gjithë e kanë finale kundër Flamurtarit, Jo, të gjithë e dakor, kanë betejë. në rregull, atë e pranoj edhe Ahmeta, ne do shkojmë punën tonë dhe nuk na intereson më çfarë bëjnë të tjerat, apo jo? Kjo është e rëndësishme. Domethënë, Thelbi nuk është e lojë e bukur. Mendoj më shumë se sa të lojë efektive. Të marrin marrin pikë 3 pikshin të Në shikojnë. 60 minutat e para dje, Ahmeta i besoj, nuk e di, është dakord, po 60 minutat e para dje ka pasur, nuk e di, 2 apo 3 goditje në kuadrat Flamurtari. Ka pas shumë pak, me thot drejtën. Pastaj, në 25 minutat e fundit ishte tjetër histori, dhe mos pas golit të Kurtajt, që u çliruan çik. Goli të shliron në fakt. Nëse ai goli do të kishte ardhur pjesën e parë, ndoshta mund të kishim parë një lojë më ndryshe, nuk e di. Më të qetë, më apo jo? Padyshim. Ndeshën çfarëdo që ishte bërë Kastradë dje, nëse dëshmoi shpejt nga Flamurtari, ndesha merrte fund shumë shpejt, dhe me rezultat thellë. Por më shqetëson fakti që edhe në Fierë u rrezikua shumë, mos harrojmë që u fituan në Fierë. Po fakti që si thuash, heroi ishte portieri Kaloshi që priti 11 metrash, është dhe kjo kamban alarmi, sepse të shkonte 2-1 për Apollonin nuk i dihet çfarë ndodhte, pastaj është shumë e vështirë të përmbyllsh Apollonis. Kemi vuajtur shumë. Nëse kalon është shumë herë më vështirë kur luan transfer mbi të gjitha dhe ekipi vendas është në avantazh. Ajo është gjithmonë shumë herë më e vështirë, normale. Dhe duhet të thotë diçka, në 4 sulmues pak a shumë ka kategori e parë. Le të themi Ruzgis i Vorës, Ferruku i Burelit dhe 2 sulmues e Flamurtarit. Duhet marrim më shumë pasime. Duhet të ketë më shumë goditje deri te porta. Paktën këto ndeshjet e fundit e kam parë pak si të zbet në këtë pjesë. Lerim, si e shikon ndeshjen në Lushnjë? Ti e ke ndjekur Lushnjën të pak me punën që bën disa herë, nëse mund të themi, ke qenë në atë ndeshjen e fundit që ke parë me Burelin. Si e shikon të shtunën Lushnja Flamurtari? Shiko, po të bëj dy krahasime. Krahasoj ndeshjet e Flamurtarit kundër Lushnjës. Lushnja ka bërë një ndeshje fantastike në Vlorë para disa muajsh. Ka fituar Flamurtari me shumë fat në fund, por diferenca mes Lushnjës dhe Kastriotit është që Lushnja luajti futboll. Nuk erdhi në Vlorë për të shkatruar, për të bonuar lojën. Luajti futboll dhe krijoi pafund edhe raste për shënim. Ishte një nga ndeshjet më të vështira të Flamurtarit dhe nga më të bukurat. Pastaj në Lushnjë ka fituar shumë lehtë Flamurtari, shumë lehtë nga Çeperisja. Po të analizojmë ndeshjet e fundit të Lushnjës, qoftë me Besën dje, qoftë me Burelin para disa ditësh, shikoj një Lushnjë që sikur është zbehur shumë, sikur është dorëzuar, ndoshta kënaqet me atë pozicion që ka në renditje, e shikon që të mesi tabelës do qëndrojë. Nuk shkon dot më shumë dhe nuk besoj se do kush në Lushnjë ndërron shumë te play-offi. Domethënë, edhe nëse shkon Lushnja në play-off, është pratikisht kështu kalimtare, domethënë vizitore. Nuk është se ka shanse apo shpresa apo ambicie për shkuar superiore. Kështu që është rast ideal, perfekt që Flamurtari duhet ta gabojë në asnjë mënyrë. Qoftë se Besa afrohet më shumë, është katastrofë këtë javë që vjen, domethënë. Aq më shumë që edhe Besa ka intratë. Do ta lejojmë Besën më shumë. Si e shkon ndeshjen në Lushnjë, Alessandro? Po i drejtojmë çika Ahmetaj, si e shkon ndeshjen në Lushnjë? Lushnjë siç na pritën, edhe ndeshjen e fundit e udhën nuk që as pak e thjeshtë. Na doli fati, patëm rastin që bëm golin shpejt, edhe aty pastaj u liruam një çik. Por besoj që në Lushnjë edhe me po luajmë fushën artificiale, siç po themi, besoj që
Do dalim mirë. Do dalim mirë. Po. Se Flas. cilësitë kemi një grupi jonë është besoj ndër më të mirët edhe duhet se s'bën të fitoj. Çdo ndeshje nata një deri në fund. Elton, me sa e kam ndjekur unë Flamurtarin, me pak ndeshje që kam ndjekur, se edhe unë kam pas angazhimet e mia të ekipi Rikumit. Ekipi Flamurtarit në këto, sidomos me Lushnjën, siç e cituat dhe juve, kanë nxjerrë futboll të bukur. Dhe vlerimi që Lushnja nuk është edhe unë e kam parë atë ndeshje dhe më ka pëlqyer dyja skuadrat, kanë qenë kërkuese, kanë ditur çfarë kanë kërkuar në fushë, por Flamurtari ka qenë ai që ka marrë pikë të plota. Unë duhet të them një gjë, që Flamurtari duhet të vej gjithmonë në çdo ndeshje për të marrë atë 3 pikshin, të marrë ndeshjet me radhë këto, që mos të lëj asnjë pikë rrugës, që mos i lëj atë pjesën e besës që ti afrohet afër. Unë duaj që me ekipin që kanë dhe me kontingjenti që ka Flamurtari, unë për vete nuk kam absolutisht asnjë dyshim që rrugë e Flamurtarit është në Superligë. Blerim edhe një pyetje për para se të shkëputemi, se të mbajta prapçik. Këtë javë kemi po marrë ekipet e Kreut. Lushnja Flamurtari, Kastrioti Vora, po Gradeci Besa. Them që mund të ndalet Vora kjo. Por mund të ndalet Vora. Po mund të ndalet Vora, por them edhe diçka tjetër, që Flamurtari se ka garën me Borën. Nuk Vora është jo matematikisht, por është në superiore. Për mendimin tim. Lufta është me Besën, nëse pastaj Besa bën gabim, ndalet po Gradec. Po shikoj që ka marrë. Aty është një fushë e vështirë, nuk është fushë e lehtë po Gradeci. Është shumë fushë e vështirë dhe do asi shumë vështirësi Besa që të marri 3 pikëshe në Pogradec. E vërtet, po ka i diçka, kur fillon e fiton, fiton shumë. Të fillon oreksi. Po pra, fiton her let, her me dashje, her pa dashje, her me futboll e pra futboll, fillon edhe tecën dhe goli, kupton, ndërsa Flamurtari kundër t'i në këmbët. I duket go gol dhe Kastrioti pastaj. Edhe këtu e kam frikën e Besës, sepse duket sikur po luajnë fort në shumë drejtime. Besoj e kupton vetë Ameta. Po uroj me që është Ameta aty, uroj që lojtarët mos bien presion. Pastaj klubi, kontingjenti që ka Flamurtari duhet ta mendoj këtë gjë. Absolutisht. Jo, ka lidhje, nuk besoj se ka lidhje pjesa e ekipit që ka Flamurtari. Ktu jemi në Shqipëri, në muajt, sidomos në prill maj në Shqipëri, luhet futboll më shumë jashtë fushës se në fushë. Dhe këtu duhet dalluar forca e klubit përveç se ekipit, sepse lojtarët e dinë shumë mirë si humbet jashtë fushë. E kemi provuar në 2011, besoj. Kush e ban mend. Që uroj që klubi të bëjë punën e vet, të qenë kujdesshëm. Pastaj lojtarët mos vinë tension se i kanë parë shumë. Ne po shkëputemi vetëm për pak për një hapësirë të shkurtër publicitare, më falni të ndërpreva, do të rikthehemi sërish në studio, ndoshta mbas atij publiciteti do të kem sërish edhe për pak minuta së bashku me Ametan edhe me zënës trajnerin e Rikumit. Vetëm për pak të nderuar televizionistë, rikthehemi pas një hapësire të shkurtër publicitare në studio. Jemi rikthyer sërish bashkë të nderuar televizionistë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Kemi pasur një diskutim pikërisht me Blerimin për ta mbyllur me Blerimin dhe për ta pyetur edhe një herë tjetër për ato që tash Blerim kjo javë ndoshta mund të jetë në një farë mënyrë edhe pak decisive për kategorinë e parë? Nuk shpresoj, nuk besoj shumë, por në qoftë se Pogradeci bën një surprizë, arrin të ndalë Besën, besoj që merr fund. Merr fund sepse mendoj që Flamurtari ka të gjitha mundësitë, cilësitë, të gjitha shanset të fitojnë Lushja. Domethënë çdo gjë bën vaki duke parë ndeshjen e dieshme, sepse duket që nuk janë dhe të qeta aty në Vlorë. Ne nuk është ditlim. Por Lushja nuk është ekip që luan antifutboll, që mundohet ta vras ndeshjen me çdo mënyrë të mundshme. Në Lushja luan futboll shumë të lirshëm, me thënë fiks si ka qef, domethënë dhe ekipi aktual i Flamurtarit, domethënë lojë hapur, e rrjedhshme, e shpejt, pa ndërprerje. Dhe në qoftë të ndodhë të një surprizë në Pogradec, atëherë besoj që është 99% është kryer.
por kam frikë se do të zgjasë disa javë kjo ndjekje e Besës. Edhe një pyetje me që kanë zënë trajnerin e Orikumit tur, duke bërë një ecuri shumë mirë Orikumi, të paktën më sa e ke ndjekur, një mendimin tënd? Edhe aty është luftë e fortë brenda jashtë fushës me sa shoh. Uroj, nuk e di a e fitojnë dot kampionatin. Duket goxha ndërlikuar aty, por paktën play-off kam shpresa. Neve si ekip që në fillim të kampionatit kemi hyrë me ide të qarta për të qenë një skuadër në kategorinë e parë. Dhe është ndërtuar që në fillimet e saj, është ndërtuar një skuadër në kategorinë e parë. Kështu që ne luftën e kemi vërtet, e kemi me Gjirokastrën, se edhe diferenca me ekipin pasardhës nga ne është disi e largët, ne kundërshtar direkt kemi Gjirokastrën, kështu që nuk i trembemi asaj ndeshje. Nëse nuk gabojmë është pas pak javësh, Oriku luftari. Për 2 javë, mbas Si është kalendari tani Reni? Vemi na vin Berati në Orikum të Po, bëhet java pushim me që është kombëtarja, për të gjithë që është ajo pushimi. Vemi luajmë në Maliq. Në Maliq do vem për 3 pikshin si gjithmonë. E kemi nisur me... Pastaj vjen Gjirokastra. Pastaj vjen Gjirokastra, aty është lozet kampionati jonë, që e presim në shtëpinë tonë. Aty do duhet kujdes. Po, shpresojmë, edhe mendimin e të jemi mirë me kontingentin e lojtarëve, të kemi 100% të gjithë çunat. Unë shpresoj se punoj për ditë me ta dhe është një frym shumë e mirë, do me thënë, dhe një ambient shumë i mirë të çunat që kanë oreks për të vajtur në kategoritë parë. E kanë edhe kemi një ekip, nuk e di sa e keni parë ju, po kemi një ekip shumë të mirë që luan futboll edhe Mos gaboj në merkaton e janarit të Orikumi janë ofruar disa lojtarë. Po. Është ofruar Leshi nga Flamurtari. Është ofruar Raboshta, që ka luajtur kategorinë e parë dhe një mirë to kategorinë. Alinani që ka ardhur nga Tropoja, apo? Po, Alinani që ka nga Tropoja. Na është bërë pjesë e skuadrës Raboshta që është një vlerë për ekipin tonë, është një sulmues goxha i mirë, ka eksperiencë, ka lozë në nivele shumë të larta dhe me ardhjen e tij ne kemi zgjidhur dhe një pjesa e sulmit që e zgjidhim ndeshjen më mirë, më shpejt. Është një lojtar që ndihmon shumë para dhe po mos të shënoj ai lojtarët që luajnë me të në krah dalin disa herë përpara portës, është vlerë për ekipin tonë. Është vlerë për ekipin tonë. Kjo është dhe një luftë shumë e bukur Blerim mes Orikumit dhe luftëtarit. Edhe në kryet luftëtarit është një trajner vlonjat, janë disa lojtarë të cilët kanë luajtur te Vlora, madje edhe vlonjat që luajnë tek Gjirokastra. Pra, duket sikur do të jetë një derbi vlonjat. Është pak fati keq që janë 2 ekipe të tilla në garë me një tjetrin, por nga ana tjetër uroj me shpirt që të gjithën dyja, sepse play-offi nuk është i pamundur. Kemi parë në të kaluarën që nuk kanë diferenca të mëdha. Ekipet e fundit të kategorisë parë me 2-3 ekipet të kategorisë dytë. Të shpresojmë, ja urojmë fillimisht Orikumit sepse ajo neve nuk duam të jalëm play-offit, nuk duhet të jalëm play-offit, ne jemi me këmbë në tokë për të ngjitur në kategoritë parë. Ndeshja e vështirë që ne kryem ishte ndeshje e djeshme që ishte në një fushë jo të përshtatshme, siç e dini fushë e Shkumbinit. Ishte një fushë që asëm goxha vështirësi na punë e terrenit, jo na pjesa e të luajtur futboll. Detyrimisht ne përgatitëm ndeshjen shumë mirë gjatë javës, por këto fusha nuk të favorizojnë që ti të shfaqesh vlerat si ekip edhe të shfaqesh futbollin që ti luan. Do të pyes për Orikumin. Blerim, edhe një fjalë të fundit, mesazh të fundit, nuk e di çka ke për përcjell Flamurtarin dhe Orikumin, që të lëm të lirë pasaj. Uroj me shpirt që këto sa ka mbet një muaj e gjysmë futboll,
ti mbyllni me sukses dhe mos të përballen njëri tjetrin, po të jenë një kategori më sipër secila. Mos të bëjmë bashkë kategori të parë. Ju falenderit. Lerim, të falenderoj shumë që ishe i pranishëm së bashku me ne sot. Ju përshëndet dhe ju uroj shumë sukses edhe Ahmetajt. Uroj të bëhet sa më shpejt kështu lojtar kyç aty te Flamurtari, se nuk është e lehtë futesh janar. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Është e vështirë, shoh se ekipi është falë investimet e presidentit, trajneri ka fatin edhe luksin që ka 25 lojtarë, janë gjithë 25 për të luajtur në formacion. E vërtet. Do shihemi me Flamurtari Pogradeci më duket apo jo? Do vish prapë në vlog. Po patjetër. Tani se lutojmë. Të vi dhe me Orikumi Gjirokastra. Ke një ftesë edhe për Orikumi Gjirokastra. Të vish na shkosh. Kam frikë mos janë gati ndoshta edhe një ditë, po shohim kalendarin se. Jo, kategoria nuk ndodh. Ne kemi të dielën. Kategoria e parë, të dielën kategoria e dytë. Po, ne kemi ndeshjen dielën, ndeshjen tonë. Nëse është mundësia, se jo. Sidomos tani që është koha perfekte. Je mirë pritur. Faleminderit shumë Lerin. Faleminderit shumë dhe të uroj suksesën punën tënde. Faleminderit shumë. Ndoshta në një periudhë edhe më pozitive akoma. Patjetër që po. Faleminderit. Do të kemi prapë duke shpresuar që të jemi për më mirë. Natën e faleminderit shumë. Natën e mirë. Leri Mjaj, gazetari i njohur sportiv, pranë Supersportit, por edhe në gazetarinë e shkruar me një periudhë shumë vjeçare në këtë punë. Leni, kalojmë që tek Orikumi? Po. E vështirë në Peqin më the? Po. Megjithatë është siç i thash edhe Ahmetajt, e rëndësishme ishte ajo fitoria, ishin 3 pikët. Edhe ju në fund e keni marrë. Minutë 87 mos gaboj apo jo? Po, është e vërtet, ishte një ndeshje shumë e luftuar. Neve si gjithmonë futemi për fitore, s'kemi rezultat tjetër, vetëm 3 pikshin që të vëmë të ndeshja jonë që do përballemi me ekipin e Gjirokastrës. Ishte tereni siç e preka dhe pak më parë, ishte jo i përshtatshëm për ekipin tonë, ne kishim përgatitur ndeshjen, por sidoqoftë këto skuadra që janë mësuar në këto terene të fusin dhe në rutinën e tyre, dhe ekipet që luajnë futboll, luajnë topin, hasin shumë vështirësi. Kështu që ne futemi gjithmonë në fillim, jo futemi gjithmonë që të me atë presingun tonë, me dëshirën që ta zgjidhim ndeshjen që në fillim dhe na fal dhe një goditje standarde që morëm në minutën e 3 me kapitenin tonë, me Jul Gjinaj, realizoi golin e parë, edhe thamë që kjo ndeshje në vetvete, unë mendova se do ashtu, po jo, ishte shumë e vështirë, skuadra e Peqinit sikur u rizgjua, edhe nuk është se na sulmoi shumë, po në ato situata që bëri në standarde dhe një aksion që ne u penalizua me gol, ishte një dy luftimi i mbrojtësit tonë të djathtë me sfushorin e tyre, që ishte një topi i dalë ristas, për atë na kapi në befasi dhe u penalizuam. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, që ndeshja vajti 1-1 dhe ata nuk kërkuan më të dilin para, u vendosën brapa me atë lojën e fortë që ata i karakterizon, është vetë Shkumbini që luan fort, nuk duhet parë në klasifikim, vërtet është aty poshtë, por në fushën e vetë është shumë i vështirë. Është fusha më e vështirë që unë, edhe ajo e Ceriuk, po kjo që akoma më e vështirë. Mos gaboj të dielën vin Tomori Berat. Vin Tomori Berat, po. Ai është mbas jush në renditje, në vend 3, si është? Tomori është në vend 3, po është 7 pikë larg nesh, që besoj që ai do luaj për play-offin, do që të garantoj me Devollin, është aty në valle me Devollin, me Sarand. Po, besoj po. Edhe ata besoj do vinë do lozin, si që ka ardhur dhe ekipi që është në fund të klasifikimit ka ardhur dhe ka los futbol në kundra nesh. E njëjta gjë që i ndodhe Flamurtarit, që nuk ka parë asnjë ndeshje në thonjzat lehtë. Ne i kemi të gjitha ndeshjet. Këto ndodhe në kampionate. Neve ndeshjet i kemi, të gjitha ndeshjet i kemi finale. Kështu që
Çunat në ndeshje janë më të motivuar se kur i thonë, se gjitha ndeshjet i kanë pasur të forta, nuk kanë pas asnjë ndeshje të lehtë. Unë kam pasu edhe në lojtarë të orikun, por edhe trajnerin, synimi është që të paktën në këtë situatë të vemi tek ndeshja finale. Po. Unë do të them këtë gjë që me sa shikojmë aty është një ambient shumë i mirë, është ambienti, do me thënë ne funksionojmë si një familje, që na presidenca, që nuk mungon dhe në seanca stërvitore, që jep shumë kura edhe skuadrës, kur e shikon aty na drejtori teknik që Bledi Bërzhani, që është afër presidentit, janë faktor për ditë në seancat stërvitore. Dhe kjo gjë tregon seriozitetin që ka ekipi jonë. Kështu që ky ekip, prandaj unë them që ky ekip është një ekip i ndërtuar vetëm për të fituar. Është i ndërtuar për të fituar. Këtë e them me bindje të plotë se unë e shikoj si në stërvitje ashtu dhe në ndeshje. Për dajtë e luftari, unë nuk duhet të flasi tani, sepse është shumë shpejt. Janë dhe dy ndeshje të tjera më para. Me dhe ato unë uroj që minimalisht jeni në këtë situatë në të ndeshje finale, pasaj si që të dhe ti, kush e meriton, le ta meritoj. Atë them dhe unë, nuk fusha ta tregoj, nuk kemi problem, vetëm të jetë një fair play për dyja skuadrat, nuk dua që të vemi të ndeshje, edhe kush është më i miri, le ta marri. S'ka problem për këtë pjesë. Unë i respektoj gjitha skuadrat, si luftari se kemi djemt në Vlora që luajnë atje, edhe unë i kam pas sportist, edhe unë i kam pas sportist e flamurtari, po ne jemi këtu tani, duam fitore në skuadrës tonë. Pa tjetër. Me dhe të edhe imperi për të përgasmuar, sa besoni të kategorie parë? Të gjithja. 100%, si do them, 100% besojmë. S'ka dyshime, për mua, jo për mua, por për gjithë stafin dhe për presidentin. Ne do bëjmë çmos, nuk e di tani, me... Edhe mendimin e Zotit. Mendimin e Zotit, po. Po, fatin dhe duhet ta kërkosh. Po, pa tjetër që pa. Me punë normale, seriozitet. Ti janë dhe çunat në gjendje optimale. E rëndësishme është që ekipit vinë në gjendje optimale, pastaj... Po. Dua të prek dhe gjë të vogël që dua ta prek, na është rikthyer Shkreli që kish një sulmuesi që është një vlerë për skuadrën, është rikthyer edhe Lajdo Kamberaj që bëri dhe ai një pauzë të gjatë jashtë ekipit. Kështu që kur u rifutën dhe këta në fush i dhanë tjetër tonus pjesës së dytë që neve na erdhi dhe goli, nuk na erdhi thjesht fatit, po e kërkuam golin dhe ndërimet që u bën, që të 5 ndërimet që u bën në pjesën e dytë rezultuan shumë vendimtare dhe me anë të atyre, me fuqin që erdhi përsëri, do me thënë 5 lojtarë, do me thënë gjysmë e ekipit, rifreskim, që të 5 ata lojtarë dhanë më të mirë dhe skuadra shtyti shumë para, derisa erdhi momenti i golit. Kështu që të djerën dhe jemi në Norikun të shkojmë që... Po, mirë se të vini. Të shtunë ne kemi flamurtarin. Mirë se të vini. Të djerën të shkojmë i vetë. Edhe unë do shikoj flamurtarin. Po pa tjetër, sërim do të parë, ne atje kemi zëtë? Po. Normale, në diskutohet. Sandro, ta kaloj pak në pyetje personale. Cila është karriera e Alessandro Ahmetajt? Atëre, unë kam nisur karrierën time si profesionist në moshën 10 vjeçare, vajta në Qezena. Aty vazhdova për 7 vite, arrita pastaj të rinjt, që dhe thuhet primavera, shkalla e parafundit se të vesh në ekip parë. Aty 7 vite në Qezena, vajta në Sassuolo për 3 vite. Sassuolo, duke përmendur pak më parë, është ndoshta një akademit që cilësohet nga shumë e mirë. Është njëra që ka investuar shumë dhe në struktura dhe në lojtar, edhe po bën shumë mirë. Sassuolo, Cesena, Atalanta, Inter, këto kanë që më shumë se... Dhe Modena kanë zjerë akademitë në të mira gjithmonë. Ka qenë... Janë ekipe që i mëshojnë akademisë dhe për të fituar financiarisht pasaj në... Po, normal.
Aty pata fatin jam stërvitur goxha herë dhe me ekipin e parë, me De Zerbi, lloj trajner kam parë lloj gjërash. Pastaj pata një pauzë të vogël, rifillova në Slovenia, vajta 3 vjet atje, fitova kategorinë e parë, u ngritëm në Super League, luajta në Super League, pastaj erdha këtu në Shqipëri, te Gnatja dhe tani u riktheva në shtëpi, po thojse. Tek Flamurtari. Si të zhdukur Flamurtari deri në këto momente? Flamurtari... Duke pak ndoshta jo me syrin e një lojtari që luan aty brenda, po ndoshta edhe me një tifos. Si e priste. Po. E kam parë gjithmonë se po kanë qenë Flamurtari Barcelonës, babi më priste gjithmonë. Historinë atë ke. Atë se heqi mendin gjithë. Dhe e kam parë, po thoj se është një ekip që po i bën ka çdo lloj gjë që po e punon drejt. Edhe investimet, fushat, strukturat, ambienti. Jemi gati për Super League domethënë. Jemi gati për kushtet që janë Që ofrohen edhe që ekipet tjera në Shqipëri nuk kanë. Si lindi kjo që Ahmeta ju rikthyet tek Flamurtari? Dëshira jote, kërkesë, si? Unë kam qenë kontakt, po thoj se që nga fillimi që kur kam marrë Shqipëri, kam qenë kontakt me drejtorin Ferkom, me Sarin, çonin e presidentit, kam qenë kontakt vazhdimisht. Edhe isha tek Gnatja fillimisht, do të shkoja si do shkonte atje. Pastaj atje nuk pata shumë vazhdimsi, edhe tani erdhi momenti që gjetëm gjunë përbashkët edhe erdha te Flamurtari. Shpresoj që të rigjej veten sa më shpejt edhe të jap atë gjithë cilësitë e mia në ndihmë Flamurtarit për ta rikthyer aty ku i takon që është. Nitë sa vlen ai gol me Besën. Tani edhe ajo që me rivalin direkt. Që një gol që po shumë më dha ca emocione që kam thënë në televizor. Edhe goli të çliron të jep krah. Që një ndër golat që më dha më shumë emocione në gjithë karrierën time futbollistike deri tani. Që shënoj për qytetin, për gjithë prindrit, për gjithë familjarët e mi, e kupton. Edhe si shumë e madhe. Po që do të thoshja, që në ajo ndeshje Besës, edhe para kemi thënë që çdo ndeshje është vendimtare për Superligën, e kupton. Edhe jo kjo ndeshje do na çojë Super League, edhe fitoria e Besës nuk është ajo ndeshje që na çon Super League. Ndeshja që na çon Super League do jetë ajo ndeshje futi që do na çojë matematikisht. Bravo. Edhe unë tani dua që ne si ekip mos kemi frikë të shkojmë Besën, të shkojmë mbrapa, ne duhet të shkojmë përpara, kemi Vorën që jemi minus 2. Tentoj vetëm e parë. Duhet të tentojmë se të përzësh është më thjesht. Po. E kupton, të kapësh është ke motivimin, e kupton, më tepër. Është vërtet. Reni. Po. Superligën kush e fiton këtë vit? Si e ke parë? Po, unë e shikoj Gnatjen. Jo, Gnatjen e shikoj një ekip që prodhon futboll të bukur, ka kontingjent të mirë lojtarësh me kualitet të lartë. Këtë shikoj për kampion. Unë si ren. Ti ke fituar dhe kupën dhe titullin atij apo? Kupin, titullin, Superkupën e fitoi. Paska goxha. Si vi. Kupën e luajta, e kupton, po themi është don kur i luan është ndjesi tjetër. Normal. Si vjen si e shikon Superligën? Si e mendon? Besoj që Gnatja nuk ka konkurrent. I ka mbledh. Jemi në të njëjtën mendje të dy, po normale. Prodhon futboll, për mua prodhon futboll e kënaq. Kur e shikon. Më të mire kampionati shqiptar i ka marrë. Por që mbase Gnatjes është dhe Dinamo që luan futboll të bukur, ëh? Kjo formula më duket çik është çik ashtu. Është tek ndeshje dhe nuk i di çfarë mund ndodhi se futbolli formula po. Formula
mund që është marrë nga Belgu edhe në Belgjikë. Belgu e cilësoj dështuar e ka hequr, nuk është. Edhe ne e mbajtëm, ë? Ne po e mbajmë vitit dytë ky. Ne viti dytë, prandaj. Gjithmonë pothuajse një ose 2-3 vite radhë ka qenë me pika atje dhe kur ka ardhur puna për luajt Final Fourin e ka humbur kampionatin. Nëse flasim për formula, unë të paktën e kemi diskutuar edhe tjetër këtu. Qoftë kjo e Final Fourit në Super League, ti bën një kampionat të tërë dhe pastaj të nxerrohet gjithçka. Por dakord, ke atë avantazhin ekipi i renditëm më lart ka parë me të marrin play-off në kategorisë parë, ai del në vend 3. Duhet bëj 3 ndeshje. Dhe ndeshjen e fundit me ekipin e kategorisë i jep atij prioritet. Po. Asnjëse. E ita që ndodh edhe me neve, po. Edhe kanë prap barazimin apo jo, edhe jo më duket. Kanë barazimin ata. Barazimin ata. Nuk e kanë. Nuk e kanë më barazimin. Okej. 90 minuta vetë shtesë. Po. Ata kanë avantazhin e fushës, po vetëm avantazhi i fushës. Po edhe ajo është plus për ekipin vendas. 3 ndeshje brenda. Po. Një javë është plus. Siç ndodhi Flamurtarit vjet. Luajti këtu me Korabin, të mërkurën në Elbasan me Fierin dhe dielën vajti shojti në Laç. Në Laç po. Laçi kishte 2 javë pushim. Ishte i freskët. Ka diçka për të parë me këtë formulë të formulë. Edhe kjo e Superligës më duket. Inshallah ta që sa më shpejt për mua nuk është një gjë që ata kanë mbaruar punë të 4 ekipet e vendit parë dhe tani bëhen mund ndodhe kjo që bëhet lufta. Unë mund të lëshojnë edhe në po prandaj. Po. Normale. Se ata e kanë zgjidhur me veten e tyre kanë zgjidhur janë te pjesë e Europës edhe. Faleminderit shumë Alessandro. Faleminderit juve për ftesën. Suksese në tej. Faleminderit. Sa më shumë minuta dhe sa më shumë gola. Inshallah. Edhe me Flamurtarin Super League. Ja urojmë dhe ne me gjithë shpirt ta shikojmë Flamurtarin në Super League. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe juve që na ftuat. Patjetër që po. Dhe gjithmonë suksese në 2 ndeshjet përpara. Faleminderit. Pas ajo finale. Faleminderit. Inshallah vemi deri atje, po suksese të shkojmë dhe ju në kategorinë e parë. Faleminderit shumë. Me zemër duam Flamurtari Super League dhe ju tori kurrë gjithë në kategorinë e parë. Pastaj edhe nëse vjen dhe luftari le të vinë ata në kategorinë e parë. Ka vend për gjithë, po të kalojmë ne të parë një herë. Faleminderit shumë që ishit pranisht, jemi në pritur prap. Po do doja kur të arrijmë të objektivit, kur të ishte. Okej, do vi edhe me profesor Argendi dhe profesor Baçin. Na kesh gjithë këtu. Patjetër që po. Se është punë e gjithëve. Suksese një të shtunë në Lushnjë, pastaj është ajo pauza që është më tepër mund të na të rifitojmë edhe forcat tonë, edhe energjitë. Faleminderit dhe juve nderuar televizionistë që keni qenë së bashku me ne në Sport në fushën e blut në këtë të hënë. Pas do të jemi sërish të hënën e ardhshme, ritransmetimi ose analizë gjithmonë të martën në orën 15. Mirupafshim.